Këtë fundjavë në liçenin e Shkodrës ka nisur censi dimror i shpendëve ujor, një proces monitorimi që realizohet nga administrata zonave të mbrojtura në bashkëpunim me ekspertë të fushës. Sipas të dhënave të censit të fundit të vitit 2025, në pjesën shqiptare dhe malazeze të liçenit është konstatuar një rritje në numrit të shpendëve ujor, veçanërisht i individëve të pelikanit kaçurrell. Ky zhvillim konsiderohet si një tregues pozitiv i përmirësimit të ekosistemit të liçenit. Megjithatë, specialistët theksojnë se shumica specieve të shpendëve ujor që frekuentojnë ligatinat e Shkodrës vijojnë të jenë të rrezikuar. Janë rreth 270 lloje shpendësh, ndër këto 168 janë të kërcënuara. Pra është një numër i konsiderueshëm sipas listës së kuqe të IUCN-s, Unioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës, por ka dhe lloje të rralla, le të themi, që folizojnë vetëm në liçenin e Shkodrës. Është dandysha detit faqebardh, pelikani kaçurrell, por në pjesën malazeze, le të themi, kemi dhe tani në dimër, gjatë sezonit dimror kemi rosën kryekuqen e vogël, që është shumë e rrallë. Prandaj është klasifikohet dhe e kërcënuar. Edhe pse vitet e fundit vrehet një rritje pranisë së shpendëve në liçenin e Shkodrës dhe Lumin Buna, të dhënat nga monitorimet afatgjata tregojnë se ende nuk është arritur niveli mesatar i popullatave të 2 dekadave të fundit. Sipas ekspertëve, përveç se aktivitetit njerëzor, faktorë të tjerë si ndryshimet klimatike dhe degradimi i habitateve natyrore vijojnë të luajnë një rol kyç në dinamikën e popullatave të shpendëve.